Avokati i Sali Berishës Genc Gjokutaj ka sulmuar ashpër takimin e pak ditëve më parë, ku ish deputeti Ervin Saliani mblodhi në një takim disa prej kandidatëve më të votuar në primaret e zgjedhjeve të 11 majit. Gjokutaj i ka paraqitur si zhigolo dhe shpreh habin në mos po lind një trend i ri politiko-erotik që të mblidhen në kafene. Siç po dëgjojmë këtë PD në plak, po e gjuajnë e zilepsin shumë dhe madje të gjithë jaranët kandidat janë të rinj. Çfarë të ketë ndodhur vallë? Mos po lind ndonjë trend i ri politiko-erotik që ca zhigolo janë mbledhur në kafeteri dhe flasin e bisedojnë për plakën partnere? Pastaj nëse PD-ja në moshë të thyer ka marrë fund, apo nuk kthehet më siç thon bandillët atëherë, përse ju hyn në punë axhaminëve politikanë që janë mësuar ndryshe? Pastaj kjo PD-ja sado moshatare, prindërit i ka gjallë dhe mirë do të ishte të drejtoheshin në familje që kjo krushqi të ngjiste. Gjithsesi, hoxha që i ka yshtur dhe u ka shkruar nuskat më thot që kafet kanë bërë mirë që i kanë pirë, por i kisha porositur që t'i pinin turke me qëllim që të shikonin dhe filxhanin. Këtë porosi nuk ma ka dëgjuar, po thot hoxha i dëshpëruar, ndaj kjo krushqi vështirë të bëhet, shkruan Gjokutaj.